vendosmërinë e shqiptarëve për të shëmbur dhe për ta bërë plurehi nën këmbët e sovranit regjimin e kalbur të Edi Ramës. 20 shkurti ishte një akt guximi historik, një shprehje e fuqishme e revoltës dhe zemëratës qytetare, kur shqiptar nga e gjithë Shqipëria u ngritën në Tiranë përballë një regjimi që sot jeton vetëm nga dhuna, grabitja dhe gënjeshtra. Falënderim dhe mirënjohje me përulje për të rinjt, burra e gra dhe të moshuar që mbushën brëm bulevardin dhe rrugët e Tiranës në një kryengritje paqësore që i futi tmerri në palc narko regjimit të Edi Ramës. Kjo protest jehoi në çdo familje shqiptare dhe u pasqyrua me profesionalizëm në të gjitha mediat më të mëdha dhe prestigjioze ndërkombëtare. Kjo ditë guximi u përball me fytyrën më të shëmtuar dhe më kriminale të narkoshtetit të Edi Ramës, që në panik dhe me urdhër të drejtë për drejtë të tij nuk kurse u dhunën, plumbat e gomës, gazin lotësielës, rrëmbimet kriminale dhe arestimet e palishme të qytetarëve. Partia e Lirisë dënon me ashpërsinë më të madhe goditjen me plumb gome në ballë të një zonje intelektuale dhe kandidate për deputete e opozitës. Ky është një akt kriminal, shtetëror, një atentat i pastër politik që vërtetoi para të gjithë shqiptarëve se ky regjim që qëllon gratë me plumb gome në ballë ka humbur çdo grimc legitimiteti. Dënojmë dhunës njerëzore dhe kriminale të ushtruar ndaj protestuesve paqësor, goditjet paskoke, rrahjet barbare dhe shkelmimet e çizmeve të narkopolicëve mbi qytetarë të rrëzuar në tokë, përdorimin kriminal dhe pa kriter të gazit lotësielës, si dhe të armëve të ndryshme në distancë të afërt nga banditët me dhe pa uniforma policie. Dënojmë me forcën më të madhe qëndrimin kriminal dhe përdorimin në veçanti të bombave tymyese dhe të gazit brenda objekteve të kultit në xhami për t'u aprishur namazin besimtarëve të cilët mbrëm nuk kishin asnjë lidhje me protestën, si dhe dënojmë rrëmbimet e palishme, kriminale, mafioze të qytetarëve, arestimet pa shkak, burgosjet politike dhe terrorin e ushtruar në veçanti ndaj të rinjve dhe të miturve. Kërkojmë lirimin e menjëhershëm të gjithë të arrestuarve politik, ndërta edhe të kryetarit të lëvizjes rinore për integrim në Bashkinë e Kamzës, Bledi Bilja, i cili ende vijon të mbahet me dhunë në shkelje flagrante të ligjit në qelit e narko-regjimit. Banditët me kapuç që godasin dhe arestojnë qytetarë, që rrëmbimin e personave e kanë kthyer në manual pune, veçanërisht për kundërshtarët politik të regjimit, janë një tjetër provë e kriminalizimit në çdo qelizë të policisë së shtetit. Fytyrat e shumë prej tyre janë identifikuar. Provat ekzistojnë dhe llogaria për këta bandit do të jetë personale. Askush nuk mund të fshihet dhe nuk do të fshihet dot pas kapuçit të zi dhe pas urdhrave të palishëm të Edi Ramës. Lidhur me këta naziskin të policisë së shtetit, Partia e Lirisë edhe më parë ka depozituar kallëzime të hollësishme
në protestat e mëparshme, por prokuroria e kapur përfyti nga Edi Rama i ka mbyllur çështjet. Dua t'ju kujtoj se që në 13 mars të vitit 2022, Partia e Lirisë, nëpërmjet deputetit Petit Vasili, ka depozituar kallëzime penale për këta bandit me kapuç që Edi Rama i përdor për të terrorizuar qytetarët që marrin pjesë në protestat e opozitës, por prokuroria jo vetëm i ka mbyllur çështjet, por ende nuk nis hetime ndaj tyre. Prokuroria tani më nuk mund të fshihet dhe as të deklaroj se nuk ka asnjë akt kriminal në protestat e opozitës nga narko policia e Edi Ramës, kur të gjithë shqiptarët i kanë parë me sytë e tyre se si bandit të maskuar rrëmbejnë qytetarë dhe i burgosin në qelit e narko regjimit. Tani më prokuroria ose duhet filloj urgjentisht hetimet ndaj këtyre forcave naziskine, ose të deklaroj botërisht se është bërë palë e pushtetit dhe e Edi Ramës. Nëse drejtësia do të vijojë të hesht përballë akteve kriminale shtetërore, ajo do të vijojë botërisht të identifikohet si bashkëfajtore e këtyre akteve mafioze. Nëse nuk hetojnë forcat naziskine që Edi Rama përdor në çdo protestë të opozitës, atëherë problemi nuk është vetëm dhuna shtetërore, por edhe kapja totale e drejtësisë, e cila qartësisht është vënë në funksion të mbrojtjes së një bande kriminale dhe interesave të saj mafioze që po merr peng të gjithë shtetin. Megjithatë, përballë gjithë këtij terrori shtetëror, qytetarët qëndruan për më shumë se 3 orë përballë dhunës, pa u thyer me vendosmëri, duke konfirmuar në veçanti të rinjt që morën pjesë dhe i prin revoltës dhe zemëratës së njëshet të shkurtit, sa ata tani më janë tmeri i regjimit dhe janë shpresa e Shqipërisë. Të rinjt dhe të rejat treguan brëm se e ardhmja e vendit nuk friksohet, se liria nuk shitet dhe as nuk do të mbyllet dot në qelit e errta të narko regjimit. Sot Shqipëria është një vijë ndarëse të qartë, ose me lirim dhe qytetarët e ndershëm dhe patriot, ose me dhunën, grabitjen dhe me narkoshtetin. Kjo betejë dhe ky mision kombëtar nuk ndalet, përkundrazi, do të përshkallëzohet me të gjitha format dhe mënyrat demokratike deri në triumfin e plot dhe në rikthimin përfundimtar të lirisë për të gjithë shqiptarët. Faleminderit.